Sot jemi mbledhur këtu në prekazin e epërm në një ditë të rëndë dhimbjeje dhe kujtimi. Për t'i dhënë më në fund prehjen Sinanit 9 vjeçar, për trupin e cilit nuk dinim asgjë për 27 vite. Sinani më në fund po prehet në paqe, në një vend që do ta vizitojnë jo vetëm të afërmit e tij, familja, por të gjithë shqiptarët nga të gjitha anët. Sinani ishte vetëm 9 vjeç, një fëmijë që duhej të rritej mes lojës, shkollës dhe ëndrave për të ardhmen. Por jeta e tij u ndërprej në mënyrë tragjike në ditët më të errta të luftës në Kosovë. Më 12 prill 1999, në lagjen Bregaj të Prekazit, gjatë sulmeve dhe granatimeve të forcave serbe, Sinani u plagos rënd. Pas largimit me forcë të familjes së tij nga fshati, ai u dërgua fillimisht në spitalin e Skenderajt, e pas edhe në spitalin e Mitrovicës, ku edhe ndroi jetë. Sikur të mos mjaftonte vrasja e tij, edhe trupi i tij u zhduk. Për 27 vite me radhë, familja e tij jetoi mes dhimbjes, duke pritur të di për trupin e tij. Tani, me identifikimin e mbetjeve mortore në varrezat e Suhodollit në Mitrovic, kjo pritje gjatë mori fund dhe Sinani është kthyer në tokën e tij të lindjes. Sot nuk jemi këtu vetëm për një rivarim, jemi këtu për të nderuar kujtimin e tij dhe për të kujtuar 1392 fëmijët e vrarë gjatë luftës në Kosovë, si dhe gjithë civilët e pafajshëm që humbën jetën në atë periudhë të rëndë. Këto dëshmi janë të dhimbshme që mbeten pjesë e historisë sonë dhe e kujtesës sonë kolektive. Kjo ngjarje na kujton çmimin e madh të lirisë që populli ynë ka paguar. Kjo ngjarje na obligon të mos harrojmë kurrë historinë tonë. Kujtimi i Sinanit mbetet një thirrje përhershme për përgjegjësi, por edhe për drejtësi. Një thirrje që asnjë familje tjetër të mos kaloj një dhimbje të tillë. I qoftë i lehtë dheu i Prekazit, Sinanit, Sinan Dautit. Kujtimi i tij do të mbetet përherë i gjallë mes nesh. Lavdit gjithë martirëve dhe dëshmorëve të kombit. Nderuar familje Sinani, jemi sot këtu me ju për t'ju nderuar, por edhe për t'ju qëndruar pranë në këto momente të vështira. Vendusa me fal namazin e kësaj xhenaze, namaz për Allahun xhel nëshanuhu, salavat i pejgamberin alayhi salam, duat mbi këtë vdekur sabi fëmijë moshkull, për këtive prekime që i disa fina i në. Vendusa me fal namazin e kësaj xhenaze, namaz për Allahun xhel nëshanuhu, salavat i pejgamberin alayhi salam, duat mbi këtë vdekur sabi fëmijë moshkull, për këtive prekime që i disa